Kohëve të fundit është të shënuar rritje rasteve të mashtrimeve kibernetike në rajonin e Gjakovës, ku qytetarët po bien prej linçeve të dyshimta që u dërgohen përmes rrjeteve sociale dhe email-it. Policia apelon për kujdes, pasi përmes këtyre mashtrimeve po keqpërdoren të dhënat personale dhe bankare të qytetarëve. Sektori jetimeve rajonale në Gjakovë, kohëve të fundit ka pranuar një numër të madh të ankesave gjithsesi të denoncimeve për rastet që mbi bazën e kodit penal trajtohen si lidhje identitetit dhe pajisjes së qasjes, bazuar në linjën 336 të kodit penal të Kosovës. Fjala është për mesazhet të cilat qytetarët i pranojnë qoftë nëpërmes rrjeteve sociale apo nëpërmes emailave, dhe në momentin kur ata klikojnë linkun, ju kërkohen dhëna, të cilat dhëna ata përcjellin linkut gjithsesi të personit që qëndron prapa linkut. Dhe pastaj atëherë ato dhëna gjithsesi kode sekrete që i posedojnë, të tjerët në prapavi i shfrytëzojnë dhe ju tërheqin mjetet. Vetëm në rajonin e Gjakovës janë raportuar rreth 20 raste, ndërsa njësitet për krime kibernetike janë duke zhvilluar hetime intensive. Është një trend i kohëve të fundit në rritje sipër, ku madje vetëm në sektorin tonë janë dikon rreth 20 raste të raportuar në nivel të drejtorisë sonë. Policia e Kosovës, gjithsesi sektori i hetimeve rajonale dhe saktësisht ekipi për hetimin e veprave penale të krimeve kibernetike, në bashkëpunim edhe me nivelin e përgjithshëm të sektorin Prishtinë, po edhe me zyrën për bashkëpunim ndërkombëtar dhe prokurorin, jemi në ndjekje gjithsesi në hetimin e këtyre rasteve. Autoritetet thonë se mesazhet mashtruese vijnë si nga numrat vendor ashtu edhe nga jashtë vendit. Policia në koordinim me prokurorinë dhe zyrën për bashkëpunim ndërkombëtar po punon për identifikimin e personave që qëndrojnë prapa këtyre rasteve. Ka raste kur këto kërkesa gjithsesi aplikacione vijnë nga numrat vendor apo edhe me emra, po ka dhe që vijnë me emra apo edhe nga numrat jashtëm. Kështu që ne në koordinim edhe një herë thamë me prokurorin themelore në Gjakovë dhe zyrën për bashkëpunim ndërkombëtar, jemi në hetim dhe trajtim të gjitha këtyre rasteve me shpresë që sa më shpejt të gjojmë zgjidhjen dhe të identifikojmë personat që qëndrojnë pra të dyshuar për kryerjen e kësaj vepre penale. Mes tjerash, Bekim Avdiaj, shefi sektorit rajonal për hetime në drejtorinë rajonale të policisë në Gjakovë, bëri edhe një apel për qytetarët që të kenë kujdes ndaj linkeve dhe mesazheve të dyshimta. Apeloj të gjithë qytetarët që kenë kujdes çdo link që pranojnë, i cili është jo link i rregullt që nuk lidhet, po është një link i dyshuar, të raportojnë në bankë apo të raportojnë në policinë e Kosovës. Edhe tentativa e kësaj vepre është e dënueshme. Andaj ata mund të adresohen edhe në policinë e Kosovës vetëm në momentin kur pranojnë linkje të tilla. Megjithatë, me sa kemi njohuri dhe sa kemi bashkëpunim edhe me bankat, kemi kërkuar nga ata me cilën gjatë dhe ata janë përgjigjse pjesë madhe të klientave vetë ju kanë dërguar mesazhet e tilla. Edhe një herë ju rikujtoj që të kenë kujdes të mos hapin linkjet e tilla apo mos ju përcjellin kodet të cilat përbajnë dhëna personale të individit, nga se personat e dyshuar i keqpërdorin këto dhëna dhe sigurisht që kryejnë mashtrim. Policia bën thirrje qytetarëve që të mos klikojnë në linqe të panjohura dhe të mos ndajnë të dhënat personale apo bankare me persona të dyshimt, pasi rastet e mashtrimeve kibernetike vazhdojnë të jenë në rritje.